kemi dëgjuar shpesh që thuhet një nocioni higher self. Kjo epoka e New Age, domethënë epoka e re, si më thënë, i ka mësuar njerëzit që kërkojnë që duan të evolojnë, që ekziston një higher self ose vetvetja jote më lart. Që është e jotja, por nuk ndodhet këtu, është në një vend më të mirë. Pra në një jo planet, në një angjëll që është e jo, është ti dhe por nuk është këtu, por do të shpëtojë ty, do të rregullojë ty. Kjo është një gënjeshtër. Kjo është një gënjeshtër sepse ti je këtu në këtë botë dhe ti ke trupin, ke mendjen, ke shpirtin, që do thotë gjithë që në jote është këtu. Kur ti je këtu. Nuk ke më higher self. Kjo që ke kaq. Pra ti je këtu dhe je këtu me prirjet e tua, me tendencat e tua. Që në jote është këtu, nuk është diku atje. Po, ka ngec këtu, prandaj quhet burgu matriksor, sepse je në një matriks. Po. Për momentin dhe ndoshta mund të jesh për shumë momente, për shumë jetë. Nëse ti mendon që ti je atje, ndërkohë që ti je këtu, ti nuk do punosh, nuk do bësh veprimet e duhura, nuk do kujdesesh. Je kështu. Je dorish, kem një qenie higher self që do vit më shpëtoi mua. Po, askush nuk vjen, vetëm vetja jote mund të nxjerrë. Sigurisht duhet të kesh një lidhje me hyjnoren, me një guru, me dikë që të mësoj që ti çfarë veprimesh duhet punosh, pra ti duhet i bësh vetë veprimet.